Jemi rikthyer përsëri në studio dhe për pjesën e fundit të bisedës, të cilën do ta zhvillojmë bashkë me oftalmologun Dr. Faruk Semez dhe me drejtoren Sebaudin Bahtjarević për Eye Hospital, punën të cilën bëhet, teknika që i përdoren, trajtimet më të shpeshta, vizita dhe kontrollet që duhet të jenë sistematike dhe rutinore. Gjitha këto do t'i diskutojmë tash me doktorin në studio. Javën e kaluar ka munguar për shkak të një konferencë që ka pasur në Prag, e ne do të kuptojmë pak a shumë edhe për këtë konferencë. Mirëmëngjesi, mirë se na erdhët. Mirëmëngjes. Herkese çok selam ve saygılar. Ya da respekt. Biliyorsunuz önümüzdeki günlerde Kurban Bayramı'nın başladı. Ditët arshëm është Kurban Bayramı, prej sotit po uroj Kurban Bayramın dëshiroj shumë. Toplantılara gelince gerçekten uluslararası toplantılar. Në lidhje me mbledhjen që ka patëm në Prag, me të vërtet ishte një mbledhje me rëndësi të madhe ku i prezentuam punimet që i realizojmë hızlı bir gelişim var. Özellikle Eye Hospital, që tash oftalmologjia aty me hapat artık yani hastaları shpejta me rëndësi me përdorimin kesin ve net sonuca daha hızlı varıyoruz. Buna bağlı olarak da hangi hastaya, nerede, ne zaman, nasıl tedavi edeceğinizle ilgili daha net sonuçlar elde edebilirsiniz. Biz de uluslararası toplantılarda bu tür toplantıda yaptığımız sunumlarda geldiğimiz nokta ve onların bize verdikleri şeylere bağlı olarak da değerlendiriyoruz. Onun için uluslararası toplantılarda zaten süre almak çok zor. Ama biz bunu bu yıl pjesëmarrja në këto çok güzel bir şekilde başardık. vërtet duhet me pas to punime shumë në nivel të lartë. Me këto punime dhe të vazhdojmë edhe më tutje edhe javën e ardhshme. Çünkü Lisbon'da kemi një mbledhje në Lisbon. Dünyanın en seçkin oftalmologları. Këtu janë oftalmologat më të mirat në botë, kanë një takim edhe në të marrin. Değerli, insanlar güzel hizmet ediyoruz ama bunun karşısında durmamamız gerekiyor. Me dhanë shërbim të mirë, është esenca kryesore, shkana, e praktikojmë, korna şeklini, korna insanın kendi kornasını koruyarak në nivel botëror, daha nasıl bir şekilde daha güzel görmesini sağlayan me qeliza burimore dhe na jemi një spital me rëndësi cili punon me qeliza burimore dhe kemi këllë shumë sukceset të larta. durmamamız gerekiyor. Dhe thotë, këto punimet duhet me i prezentu Onun için bize gelen hastalar për ato pacientat cilat vintene, cilat kanë probleme me kornien edhe me pamurin, i shërojmë me teknologji më të lartë. Drejtor, po besoj është kënaqësi edhe për juve kur merrni pjesë edhe si spital në konferencat të tilla botërore. Po, në kohën e fundit, me thonë vitet e fundit, non-stop jena në konferencat ndërkombëtare. Para kësaj, shtash ke doktorin me ekipin Eye Hospitalit në Prag, shtash në Lisbon, para kësaj ke në Los Angeles, para kësaj, para kësaj ke në Chicago, mandej, ka shumë kongresa, konferenca që janë në oftalmologjisë, që ne jena krenar si Eye Hospital, po edhe përfaqësojna edhe Kosovën në këto konferenca. Ne jemi të vetmit, muj me thonë, shumë shlirë që jena të vetmit që marrim pjesë, jo vetëm me marrë pjesë, po me prezentu punimet shkencore dhe me prezentu të ardhmen në oftalmologji. Doktor Faruk me ekipën e Eye Hospitalit janë vendosur në këtë rrugë që ketë ato risijat botërore të bon në Kosovë, edhe jemi shumë krenarë për këtë. Edhe tash s'ka nevojë me shku në vende tjera, po shërim edhe krejt të ndërhyrje të Përpara janë konë udhëtimet qytetarëve tonë Kosovës, këtë shërim jashtë vendit, jashtë Kosovës, po shtash u kthy. Shtash muj me thonë që shumë pacienta vinë nga Maqedonia që sokon kur kjo me udhëtu një pacient prej Shkupit për shembull për Maqedonisë, më në Prishtinë, po kanë Shkupi i Prishtinës ose pi Kosovës në Maqedoni, shtash është e kundërta. Shtash vinë, jo vetëm për doktor Farukun, po për doktor Farukun, për teknologjinë në Eye Hospital, edhe për shërimin shpejt që na mundson teknologjia ma e lartë
që e kemi në treg. Ne këtë folim për teknologji, ne kena teknologji, është ki laser, po laserat dalojnë, teknologjia dalojnë se gjithmonë del dishka ma avansor, për ne jena krenar si Eye Hospital, që kemi gjithë teknologjien ma të sofistikuar edhe ma të fundit. Me qëste po flasim për teknologjin, doktor, jeni të parët në Balkan që përdorni edhe metodën SMILE me laserin VisuMax që bën edhe korrigjimin e dioptrisë. A mundën e me nga të regu për këtë pjesë? Özellikle son yıllarda relaxmay tekniği me rëndësi në vitet e fundit. gelişmiş hastanelerde Teknika Relax Smile është teknika më e avancuar në nivel Biz de botror. bu ilk başladığından itibaren Edhe ne prej fillimit qysh e ağrısız, hapëm, hızlı bir şekilde spitali këtu në Prishtinë jemi tu e përdor këtë teknologji laserike me metodën Relax Smile. Biz de anlatıyoruz teknikle ilgili. Pacientat që kanë probleme me dioptri vinë, i kontrollojmë edhe interesohen për intervenimin për me eliminu dioptrinë. Na detajisht i informojmë qysh bëhet Avantajları hem hasta intervenimi. Përpara i bëjmë krejtmatjet, e informojmë qysh bëhet, e informojmë sa është intervenimi sigurt, shkurt edhe efektiv. Kur njëherë nuk kemi komplikime tek intervenime me metodën Relax Smile. Është një teknika e avancuar edhe me sukses të lartë. nerede ne zaman ne yapacağını Shumë normal që duhet krejt rastet janë veçante, dallohen njëri prej tjetrit edhe duhet përgatitjet për laser me i bo shumë cak për me pas sukses maksimale. Top olarak algılamayan veya Thot, kemi koqa shumë pacienta që kanë dioptria të ndryshme, janë pacientë me minusme, hipermetropi, me çok rahatlıkla dioptri të kombinuar, po metoda SMILE, metoda Relax SMILE, shka na e përdurim, na siguron me eliminu këto hastanın kendi dioptriat pa me barë parasy, kullanarak başka cila dioptria është na pyetje. şeklini değiştirerek hastanın Intervenimi bëhet me ndryshim formë e kornejes. Do me thotë me intervenime të shkurta laserike bëhet ndryshime tek korneja edhe eliminohet dioptria. Këto metodat mrena kohës përmirësohen, do me thotë dalin metoda të reja cilat na i praktikojmë me zhvillimin teknologjisë, zhvillohen edhe metodat cilat na i përdorim në Eye Hospital. I eliminojmë shembull keratokonusin, infektimet cilat janë dollë te kornea, do me thotë janë metoda veçante ku intervenohet me dritën e laserit të e mbrojt syrin, pamurin e kornejas edhe ja sigurojmë një jetë komfort pacientit së një mundët me vazhdu me aktivitetet çdodiqëm me njëherë mas intervenimet, sepse intervenimet janë shumë shkurt, shumë efektiv. Në më thotë, teknika SMILE. SMILE në vitet e arshëm dhe të përdojt në nivel botror në çdo spital, sepse është një metodë që na jep rezultate shumë të mira. Metoda përdor normalisht, përdoret edhe në Evropë, po na jemi spitali parë cili në rajonin e Ballkanit kemi nisë me përdor këtë metodë për eliminimin e dioptrisë, do me thotë, me metodën SMILE bojmë ndryshime tek korneja e syrit edhe eliminojmë Cilat janë shqetësimet më të shpeshta apo problemet më të shpeshta për cilët vinë pacientët? Ya bize gün içinde çok çeşitli sorunlu hastalar geliyor. Küçük yaştan Mrenda ditës na vinë koqa shumë pacienta me diagnoza të ndryshme edhe na vinë shembull fëmijë, rriturit edhe pacienta në moshë cilat kanë probleme të ndryshme në lidhje me pamurin edhe me syrin. hastaya
Këtu pa tjetër duhet me bo një përgatitje të mirë, një kontrollim Yani hasta geldi katarak ama katarak sert. komplet Katarak yumuşak. edhe me Hasta nis yaşına kadar. me trajtim. Genç Për shembull, kur na vin pacienta me kataraktë, duhet me caktu tipin e kataraktës, moshën e pacientit, Hastaya uygun edhe duhet me zgjedh metodën ma e përshtatshëm për me largu hasta ve hastaya kataraktën. Gjithashtu është me rëndësi të madhe me bisedu sonraki durum böyle. edhe me pacientin, gjithashtu edhe me familjarët e pacientit Size. për Göz tansiyonuna geldi. İlaç tedavisi uzun süre intervenimin ka planifikohet me u realizu. gelmiş. Hasta artık görmekte Shembull, kemi zorlanıyor. pacientat cilat na vinë me Günlük yaşantısını defektat e nervit kısıtlayıcı bir şekilde devam optik ediyor. të nervi Burada da pamurit. yapacağınız şey ön tetikleri ortaya çıkarttıktan sonra Pa hastaya tjetër, tekniği njëherë i bëjmë şöyle kontrollime të sunuyoruz. konstatojmë Hangisini, gjendjes şey nervit yapıyorsa, optik hangisini edhe sizin için i yapıyoruz. propozojmë Yine, metodat cilat janë ma e përshtatshëm, ma sadece efektiv vitreoretinal cerrahi për değil, me eliminu ablası problemin retini akla geliyor ama tek bununla nervi beraber optik. diyabetik retinopatilerle ilgili çok Gjithashtu hasta kemi şuuruz. pacienta me ablacion Hasta inşaatta retinës, çalışırken cilat na vinë brenda gün ditës. içinde Kemi kujda göz shumë içine pacienta me travmalarla diabetik geliyor. retinopatik, cilat kanë Pancreasın göz pasoja içinden prej olabiliyor. sheqerit Bunu të çıkarma tekniği. nervi Hastaya en pamurit. uygun. Këtu En uygun timing, duhet me en izgjell uygun teknikat ma të seçmeniz lazım. avancuara Bizi dhe diğer ma të hastaneden përshtatshëm ayıran për en me özelliği i o. eliminu Hastanın sorunu problemet yaşı ne olursa cilat i ka olsun, probleme. önce Pa me marë güzel para yaptıktan sy sonra moshën e gerek pacientit, smile tekniği, analizat, gerek vitreoretinal kontrollimet cerrahi, gerek de glokom cerrahisi. janë me rëndësi të madhe për me i realizu matute trajtimin ose intervenimet Ne zaman, kirurgjike. nasıl Do të müdahale qenë sakt me informu pacientin hangi tekniği kur hasta edhe cila teknika është ma e tespit përshtatshëm etmemiz lazım. Burada hastayı çok për me iyi eliminu lazım. problemin, Bizim me yaptığımız informu en pacientin diğer hastalar detajisht, do me thotë na e bëjmë këto. Pra, drejtor, prej problemeve më të thjeshta apo kontrollave, vizitave rutinore deri tek operacionet ma të rëndësishme mund të bënë ai hospital. Pajisjet që i kina, pajisjet kryesore i kina këtë Carl Zeiss. Zeissi është teknologjia ma e mirë për oftalmologji, po edhe për mjekësin tjetër, edhe mjekësin aparatet mjekësis, por fatmirësisht në fillimit që 10 vjetë u bënën, po shkojnë ka vitin 11 në Kosovë, që pe përdorim Zeissin, edhe teknologjin ma të lartë, ma të sofistikuar, tani ja kanë nisë në Evropë me u përdor, ne e kina veç 10 vjetë. Në Amerikë, për fillimit u përdor, edhe ka pas shumë sukses. Teknologjia, që e tha edhe doktori, të ne brenda ditës vinë çdo lloj problemi. Ne me këtë teknologjin, është shumë letë me intervenu edhe me bo një zgjidhje që është ma e mira për syrin e njerit. Çdo sy e ka problemin e vetë, po teknologjia që e kina të avancuar në mundëson që t'i zgjedhim sa ma shpet edhe sa ma mirë edhe pacienti me dali i kënaqur. Kjo është gjithçka që na mundëson dia e doktorit, edhe ekipit profesional, pajisjet ka tjetër. Ai hospitalet edhe pajisjet që kina. Nuk, ndoshta kishin mungu edhe intervenimet plot, s'kishin mujt me bo, po fakti që i kina aparaturat na mundsojnë gjithë këto intervenime me i bo këtu në Prishtinë. Edhe për ata të cilët vinë jashtë vendit, pra mund të bëjnë operimin edhe të largohen me njerë për të njëjtën ditë. Ne kina parzët e përmenda, nga Macedonia shumë pacienta, po ashtu kina nga Serbia, nga pjesa e Sanxhakut, Novi Pazar, mandej Malizi, Karozhaj, kina shumë pacienta që vinë mrena ditës, vinë mëngjes, edhe mandej e kryin intervenimin edhe ato kthehen, mbrëmje e veç ato janë shpi, në intervenimi i krymë edhe mandej vinë për kontrola. Qashtu që mrena ditës vinë për kontrol, kina shumë pacientë edhe nga Evropa, që vinë, kanë digju, për pushime, për vizitat familjare, vinë me u kontrolu, se kanë digju se disa prej familjarve kanë kry intervenimet, kanë pas sukses edhe edhe ne kena qef me bisedu, me familjar, me ju spjegu. Kjo është reklama edhe ma e mirë. Edhe vinë, e caktojnë terminin, mrena ditës, a i vjen edhe i viziton edhe familjen, edhe mandej këthejet në Evropë. Që është që kena shumë
raste tilla. Doktor, flasim pak për traumën e syve? Çka është? Gün içinde çok sıkıntılı hasta geliyor. Yani Ju përmenda edhe ma herët, brenda ditës na vinë pacienta me probleme të ndryshme. inşaatta çalışırken gözün içine Shembull, kemi pacienta të cilat punojnë ndërtimtari edhe të punu tetikleri i lëndojnë syt. gelecek. Mesela gün içinde en çok Të rastet i pranojmë me një herë Sebahattin si raste urgjente, organize olup gelen hastaları ekip olarak përmendje edhe drejtori, me një herë organizojmë si ekip edhe me një herë i nisim olsun. Göz içi yabancı kontrollimet büyük travmalar edhe trajtimet e nevojshëm i nisim me një herë. Shembull të raste të rënda, yeteneğimiz var. me lëndime, Bizi en büyük si spital, si ekip, özellik bu. e organizohemi momentalisht, edhe momentalisht nisim me trajtimin. Göz içi yaralanmalarına gerekse Kemi kolla shumë pacienta të cilat kanë lëndime, kanë cerrahisini vare si pasoja lëndimeve në sy, smile tekniği veyahut da kökü edhe i përmirësojmë, i shërojmë, i trajtojmë me metoda veçante, jo vetëm me metodën SMAD, po edhe me metodën çok çabuk bir şey. me intervenime kirurgjike veçante për me shpëtu Eğer ameliyat pamurin, për me shpëtu syrin pacientit. hastalar oldu. Yurt dışından da gelen hastalar. Gjithashtu, kemi goxha shumë pacienta edhe prej vendit edhe prej jashtë vendit cilat na vinë me lëndime, na ato e përdor teknologjinë e lartë, që e përmendëm edhe më herët, i trajtojmë këto pacientët, i bëjmë intervenimet kirurgjike nevojshëm për me përmirësu gjendjen e syrit. Göz içi yabancı isimleri, vitreoretinal cerrahi tekniği, Kemi i përdorim teknikat vitreoretinale, i përdorim bakteriler ve mantar enfeksiyon. metodat të rastet me infektime bakteriale, me infektime virale. Çabuk bir şekilde Në me thotë, reagojmë shpejt, i bëjmë analizat të shpejta dhe me njerë nisim me trajtimin për me përmirësu olmazsa olmaz gjendjen e yüksek teknoloji syrit. Do me thotë, me dojë mos e përdorim teknologjien e lartë që dhe në siguron A ka prej shërim të atyre të shpejt. cilët janë të interesuar të vinë edhe për operacione estetike? Tabii yani çünkü gün içinde demin de bahsettiğim için E përmendëm edhe ma herët için glaukom mrenda ditës na vinë pacienta qysh për katarakt, qysh për kanalet e lotit, qysh për probleme tjera gjithashtu edhe me probleme estetike me rande. Si janë pacientat që kanë probleme me kapak të syve, sa konë se kanë kapak të göz rëndë, kenarlarındaki kırışıklıklar. ose kanë Yine probleme görüntü tedavisiyle beraber me lazer kapakun tedavisini uygulayarak kapak poshtë normal hale gelmesini për me i normalizu ve këto estetik kapaket olarak të sorun duhet me bëj intervenime lekelerin çözülmesi estetike, do me thotë, këto intervenimet i bëjmë pa tjetër me teknike, teknologji laserike, se hem estetik intervenimi sorunu hem de hastanın me laser është avancuar sepse bëhet pa me bo lëndim tek anatomia e kapakës hasta e kendisine syve. hazır Normalisht, ne kadar sürecek? e informojmë pacientin sa kohë na merr intervenimi ose sa kohë na merr trajtimi. Kemi një afrim shumë pozitiv të këto raste, sepse kemi ma në fund e trajtimit këta sukses të lartë. Estetika, shembull, estetika e kapakut e përmirëson gjendjen e kapakut e syrit, pa gjithashtu e përmirëson edhe pamurin edhe pacienti shumë ma pozitive. Pacientët të ndohen të kënaqur edhe të dalin shëndosh nga aty. Faleminderit shumë për kohën edhe për informatat cilat i keni ndoa me ne. Shumë kënaqësi që ju patëm në studio. Faleminderit e juve, mirupafshim. Faleminderit. Ben yine bütün Kosova halkının Popullit të Kurban Bayramı'nı Kosovës e uroj Kurban Bayramin, önümüzdeki hafta dëshiroj görüşmek shpejt më të mira dhe javën e ardhshëm takojmë apet.